studio, dy mysafirë tash I kam në studion e Sportfolios. Jenus Bela, kryetari skuadrës së Lepencit. Faleminderit shumë që jemi neve sonte. Faleminderit për ftesën. Edhe Valdrin Dogani, krau I djathtë ndihmesa në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm. Faleminderit për ftesën. Tash më vetë sa jeni gëzu, është pak paradoks, po tregovni pak emocionet e këtij suksesi. Mas 13 vjetëve, skuadra e Lepencit I kthehet ligës parë. Spori ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Emocionet janë të papërshkrueshme. Nuk mund të di që po zgabofsha që 12 vjet garojmë ligën e dytë. Edhe u kon dyqysh vjen diku një moment kur lyp diçka të re. Kështu që me punë, me sakrificë, me mon, me angazhim të gjithëve ja kemi arrit dhe të lumtur maksimum. S'dim se si me përshkru. Faleminderit për ftesën fillimisht Naim. Janë ndjenja që nuk përshkruhen, nuk mohat me në gëzim më I mak viteve të fundit, sa I përket sportit shtetin e Kaçanikut. Futbolli është sporti që e identifikon Kaçanikun. Shumë e vërtet. Futboldashësit njihen tifozët tanë fikshat. Nuk moj mend që kena pas gëzim prej vitit 2011 kur ka qenë inkuadrimi në Super League. Tash në erdhë rodha neve dikur si tifoz. Ishte tifoz. Me qenë në frymën kur e arrim suksesin. Ndjenje papërshkueshme. Po du më ju kthi pak prapa. Vini nga tribunat, ka shumë raste kur udhëhecët e klubeve, po janë më të pakta, kur udhëhecët e klubeve vinë nga tribunat, vinë nga tifozët. Ka e morët vendimin për me marrë këtë rimkëmbjen e skuadrës Lepencit? Më thonë drejtën, në fillim, kur në kryet klubit I nderuar me Seladin Zeneli, e mori klubin dhe si një koordinator, na ofrojnë kryesi. Edhe, stërvitin e parë ishëm prezent aty, dhe unë ofrova spari si donator. Pastaj, mas një 3-4 dite e majtëm edhe mbledhjen e radhës, ku dojke dyshysh si ish obligative edhe më kriju dhe kryesi e rej. Po. Në kryesi ishmë të praneshë më zgabofsha dikon 6-7 antarë, ku edhe më propozuan për kryetar klubi, realisht nuk ishe pregadet. Pese ka pas idejnë? I valloj më thonë drejtën jo, nuk ishe pregadet, po tu I pa nevojat e klubit, tu e pa edhe situatën ku jemi kanë. Nuk më shë me thonë jo, po të kallë më thonë drejtë edhe e pranova. Kjo është realisht emocionit tifozit? Emocionit tifozit është, për që ta pak jena si në emocione se qyre si tifoz ndryshe për jetan. Edhe si kryetar klubi është një ndjen tjetër, po të vynë ka gjani ku me sa unë e kun vrejt, ashe 1 vjet e gjys gati 2 vjet për bojna. Unë halojam në atë vryman si ka tifozi. Tash ka dal, po dal edhe te si kryetar klubi. Edhe është një ndjenjë e papërshkrueshme. Tu e di që Lepenci është një klub me përvojë, me traditë. Dyko mos gabosha vitin tjetër e festojmë edhe 70 vjetorin e themelimit. Kështu që është një ndjenjë definitivisht nuk di se si më përshkruaj. Ndjenjë shumë e mirë. Valdrin, po du pak a shumë se ju I përjetoni tash dyjat, edhe këtë pjesën kur keni qenë tifoz, po edhe këtë pjesën tash kur e ndihmon klubin në organizime në gjithçka tjetër. Po du prej dyve me ditë cila është diferenca në mes tifozit edhe kur e merr përgjegjësinë për me shty një klub përpara, kur se në këtë rast Jenuzi që udhëheq klubin komplet. Po si tifoz I kërkon llogari kryesisë futbollistave. Po tash në udhëheqje na prej neve kërkohet llogari. Po mendoj që po marr parasysh ato problemet që kena pas, ja kena dalë. Unë prej vitit 2018-19 jam pjesë e klubit, fillimisht si sekretar. Kyçja ime në udhëheqje ka qenë si lloj donatori. Klubi pa ndrime një pikë shembull nuk kanë mujt me siguru një drek për futbollistat. Bizneset, shtu, një drek, I hek shpenzimet për ndeshje, u paraqita 1 herë, 2 herë, kur kryetari I klubit Shepse Dena Abazi, hajde orënon, ndihmom, edhe u ofrova me ofru ndihmën. Tash është problema më largu.
Është shumë vështirë me u largu. Edhe këtë telashe besoj që e kanë gjithë që kyçen në futboll. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Tash mirë shkoj, po kena punë prap para vetes, edhe duhet edhe një se ta shkëndon në niveli komplet qytetit. Edhe shfrytëzoj rastin me falendëru gjithë ata që na kanë përkrahur vazhdimisht, tu fillu prej komunës, kryetari i komunës, qytetarët, bizneset. Pa ndihmën e tyre nuk kishte qenë e mundur arritja e synimeve tona. Jenoza, ma vështirë është pozitën e tifozit a kryetarit të klubit? Kryetarit të klubit, definitivisht. Kryetarit të klubit se është një, më thonë një angazhem që më thonë të rritër nuk e kom menu, as ide s'kom pas se çfarë angazhimi është edhe shkat pret gjatë rrugës. Tu e di se si tifoz të monosh gjatë një javës. Nervozosh me rezultat. Nervozosh, nëse del e bini kafe qetësohesh, po si kryetar klubi është problemi me çatë. Është një ndjenjë tjetër, tu nis prej asaj se tash na si klub po folmi tash sezonin e fundit që patëm. Do të më siguru paga dikon mos gabofsha për 30 persona. Këtu hin këtë antarësia klubit. Këtë antarësia klubit, lejtar, trenera. Do më thonë janë total dikun 30 dash. Si biznes, një biznes ma letë është me menaxhu. Se në biznes realisht kime prodhu diçka se kime shi diçka, po në klub është pak vështirë, sidomos në ligën e dytë. Se tu e pa tash edhe me inkuadrimin ligën e parë, tash pesha se matematikisht para 3 ditë e kemi siguru veç ligën e parë. Pesha që është një frymë tjetër, një dëshirë tjetër për me investu në futboll. Se liga parë është dhe promovimi bizneset, do më thonë janë edhe drejta televizive. Po një biznes e ka pak ma let, ma kollaj me investu, me kontribu se... Edhe numri ekipeve që janë aty, disa ekipe janë me kogja tradit. Kogja tradit, kështu që menoj pa u menu 2 herë vend si në ligë parë e ka venin, po na nuk do më thonë që do të mu knaqo ose më super knaqo që kena arrit në ligë parë. Do të me menu gjithmonë për ma shumë edhe besaj që me punë që janë të shku, me angazhimit që jem të bo, të njës për trenerit, drejtorit sportiv, lejtarve, kemi pas një grup shumë të mirë. Kështu që duha të falenderoj edhe një herë përzemërsisht. Po du më ta lidh edhe ata si tifoz dhe si kryetar klubi. Këtu është lojtë e para ku kemi fillu, nuk e kisha problem në zhveshtur me imi motivu. Se kisha problem, në lojën e parë 2, 3, 15, 17, 20, po ku më rrim ka fundin, 5-6 lojë para fundit, e kisha problem me një zhveshtore. Se të njës pjasoj ndjenja si tifoz, u arret edhe pak, edhe kisha problem 2 fjalë me gjetë. Kështu që kanë njerë, i kërkoj vali e lejtarve zë nashta kur dosh pas shumë të me motivu, nuk kom mujt. Thjesht kom dosh, po nuk kom mujt, se qatë shumë që kishe me thonë, u hupë që të gjysh këtë fjallë edhe me që komplet out, po me rëndësi që qëllimit ja kemi arrit, tu e di që 2 vjetë jemi në klub, vitin e parë synem kryesore kemi pas me Met League, kështu që kemi arrit. Vitin e 2 promovimi ligën e parë. 10, viti 2 qysh edhe bisedum u kry sezoni parë, po ulmi me Valdrinin për diskutojmë edhe me ish drejtorin sportiv që gjatë rrugës nala arsyet nuk e dim edhe me atëm vesh në 2. Më thonë i përvel mikro, thonë Valdrin, a pjesënojmë, apelojmë. Janë konë momente kur një jo atim ka vyt edhe Melion. Klubi u kthej apat në gjendje ku u konë. Po besoj që edhe e ka pas vështirë, po unë besoj shumë që me lona pet që aty ku unë, se e dim se që shepronëm deri aty. Kështu që vendosëm me fillu. Edhe sot jemi shtëpi jemi, po bisedojmë për ligë parë. Shalom mos po të zoti, po forcohemi edhe financiarisht, edhe mos një vjet, 2 vjet me sënu Super Ligën edhe pse jo. Valdrin, një po e jotja? Unë kryetari e din që mbështetjen time e ka të pa rezervë, pavarësisht angazhimeve që i kam, si në punë, si në biznes, po edhe familja, njëjtë edhe kryetari që ndodh, familja. Absolutisht. Po ndodh që po i loj monash, biznesin po ashtu, mirë po kur të menon që është për të mirën e vendit tanë, qytetit tanë, pse mundoj. Është dhe një moment shumë e rëndësishëm te familja kur e diskutum, kur vjen puna te fëmijët edhe koha me ta, që të reduktohet jashtëzakonisht shumë shkaku i angazhimeve me klubin. Qashtu sak, bile
po du me shfrytzu rasën me tregu edhe një, s'pe di si me thonë gjarje, ose ku pe di, kish mil një loj, ose ka bofë që e lojtëm të premten, së më kujtot, sak në kekim pas, edhe patën fundjavën të qysh në dispozicion për familje. Po tash ish mencionime për ligë të parë, edhe tash ka njëherë edhe fundjavën se ne kem shiju. Më kujtohet një rast, që e folëm më pak më parë, kur djali për mjën babi tha, shkojmë ta lujmë bowling. Djali është fancy bowling që edhe të Prishtina ma thash po, babi po shkojmë, edhe okej, u përgatitëm nusja fëmijët, pipëm vetur, e kalojmë Ferizajnë dikën, edhe po e thë qika djali, tha, o Leon, inshallah thas na i ban babi si herën e kalume, jeni ju luni që të, zonë e kam një takim, këthajna për pak. Edhe dyqysh një besa më konë një dit e ranë në konë, me nisi për end, po tashu do keme vazhdu. Do keme vazhdu, synimet që i patën fillim nuk dyqysh nuk ma thëjke shpytis, ma thëjke zemra, dyqysh me thonë nalo, këshërë familjen. Se disha që synimet kanë mu arrit, qëllimi jo konë i mirë, njeti i mirë, le kom paso që slogan me letarët kur takojshme, letarët dhe që tu e kena ftire, që tu e kena ftire dhe zhadjan, gajle mëse bane, synimi i mirë, njeti i mirë, në fond, kena mja arrit. Edhe deshti zoti, në animoj, me pak, po me shumë angazhim, sa di jemi që aty ku kemi dasht. Kjo, puna e inkuadrimit në ligën e parë, po e lo pyetje për të dytë, a është shpërblemi i kësaj sakrifice, që bëhet me familjet? Po përgjigja mon, sinqerisht mendoj që është shpërblem. Punë halal, pa telashe, pa me du të keqën kërkujt, edhe ja rezultati ma i mirë i mundshëm. Unë shpesh me Januzin e kena bisedu shembull, përfundoj ke loja, ose shnojsh me minutën e 90 gol, ose portieri jone prit ke një rast minutën e 90, dhe isha vetë zoti i madh peton suksesin për neve. Sa që shto që shta Valdrini më kujtojt loja në Deçan. Kish me rëzot që unë 3 pikë ishin pa diskutueshme aty, shumë nevojshme për neve, edhe më kujtohet një rast. Ish faulla for 16 qeton, edhe po shëton ai lojtari i Deçanit, pe bani gjujtje shumë të mirë. Pe rrok shtyllën, topi po kthehet portieri jon, do të thonë kcen, edhe shtetet në rrjet. Ata sa të quaj vjen sulmuesi tjetër, milimetrën e ka pas vesh me rrok me shtin gall. Edhe kthehet e hoptu. Edhe onën tjetër, dyqysh bilem këto qatë kohë se me shnet nuk isha mirë dishkan, isha të përdor antibiotika, edhe në Deçan është fusha, janë tribunat, po pjesë janë do ulset thyne. Edhe thash që të më dohet së mbi morë me 3 pikë. Qatë moment, ditari jonë Ardian Selimi Krasan, Arjet Zejna me kryje, edhe u përzitën ndjenja dyqysh. Sa e menove humbjen? E menova, thash, nëse që të dështojmë, thash ka më konë problem. Tu e di që ndeshën e arshme kishmi ka gjatë ronë. Edhe momenti ku shanon gol me kryje, edhe më kanë mirë ment. Ishte të përdor një antibiotika ka gjatë ronë. Edhe po mirën ment, edhe veç këmë këshysh të njerë, edhe jam kopën një 2 karika, ulse, edhe jam pështet, edhe pëshyri anësorin. Se pozita ka qaftu që unë dyshova mësa offside. Edhe kërë e pranon gol, e që më falem dhe rrutë madhe në Allah, thash, gjithasen që njësët me njetë mirë, me sënim të mirë s'ka qare bakuri. Një prej elementeve pozitive që kemi pa gjatë këtij sezonit paktën në për video, është numri i madh i tifozëve që kanë qenë prezent në stadiumin e Juve, pavarësisht që kushtet në stadion janë jashtëzakonisht këqija. Hekra, armatur, beton, vend as pak ideal për me përcjellë një skuadër, po dëshira e tyre e madhe për me përcjellë defensin ka qenë jashtëzakonshme, saqë ka pas bile shikues edhe më shumë se ndeshjet Superligës. Sakt. Kujtohet loja me Mitrovicën. Unë një lojë vendimtare për neve. Edhe e di që nashta me gjyt një gjilpon dhe kanë. Jo një, po 3 veti kështë rrugë. S'ka pas ku me shku. Zbesoj që kështë rrën tokë. Zbesoj që kështë rrën tokë, kështu që di që në atë lojë se kemi morë një rezultat që kemi dasht. E kom pa dëshpërimin e matë lejtarëve. Po tu e falemderu dhe trenerin Astret shumë që ka ditë me majtë edhe ekipën bashkume. Nuk ka pas dyshysh
s'ka pas mundësi me pas një lojtar aty demoralizuar me thonë gjiku kryu hopam ç'të dështu. Ka ditë me motivu ekipën, ka ditë mi sjell lojtarët, kështu që respekt maksimum për ta. Infrastruktura, elementi më negativ i Kaçanikut besoj. Pjesa e stadiumit. Po. Mendoj që ka nevojë për investim. Është projekt i buxhetum, pasi mirë me buxhet dhe financave. Është projekt i buxhetum kuadër buxhetit Ministrisë Sporteve. Mirë po, pavarësisht që është e buxhetum, nuk ka investim, edhe pse komuna e ka dërgu projektin final të ekzekutimit të punimeve. Për më përfundu. Po unë e jap një zotim të kryetarit komunës që më harët e dhanë, sezoni i vjeshtës kur të fillon, në ligë të parë, Lepencin, ajo pjesa e tribunave që është veç me beton, ulset do të jenë për tifozët tonë. Okej. Infrastruktura brenda zhveshtore besoj që është në rregull. Okej. Ajo pjesa e komunës shka mirë është, po ka nevojë për përfundimin e punimeve. Se unë mendoj më nevojshme është pjesa e jashtme ku janë tifozët. Projekti është perfekt, edhe mendoj që është stadium që i kishte shërbyer edhe Federatës së Futbollit të Kosovës. Kyçja prej autostradës Prishtinës, dalin Kaçanik, as 1 kilometër nuk është. Është stadium i madh, hapësirë e madhe për parkingje, mund të shfrytëzohet federata për përfaqësuesit e reja, femrave, gjitha kategoritë tjera. Kush po duhesh një sekond më kthy se s'bën pa e përmend edhe pjesën kur e keni marrë për herë të parë ekipin e Lepencit që keni gjetë. Se kjo detaj besoj është shumë i rëndësishëm. Ky detaj është vërtet që është i rëndësishëm. Klubin e Lepencit kur e kemi marrë me një gjendje jo të mirë. Jo të mirë, unë nis prej rekvizita sportive. Bishysh kur kemi gjetë mos gabofsha 4-5 topa që janë minimum 10-15 topa të nevojshëm për një ekip futbolli. Lejtarë kemi gjetë në kujtues stërvitja parë, janë kondikon 7 lejtarë. Stërvitin e dytë po as një ekip e plot ju. Ja, pas një ekip për futboll të vogël, jo për futboll të madh. Që 5+1 luhet, domethënë një rezervë në futboll të vogël, pa i pas 2 rezervë kanë era ose ndihmë. Se problemi është. Po me punë, me angazhim ja kemi arrit, kemi sjellë edhe lojtarë që ishin apo klube tjera. Kemi pas edhe disa lojtarë afrikan që sefte në historitë të klubit e kemi pas edhe na kanë ndihmuar shumë për çonimet që kemi pas. Edhe sot jemi në kontakt me të dhe i falemderojnë, na falemderojnë, i kemi bërë pritje shumë të mirë. Kështu që erdhë ku ata u dhe kemi kthy në venën e tëne se çështo ishte edhe situata e vizave tëne. Po kështu që klubin kur e kemi marrë vërtet në gjendje të mjerueshme. Domethënë mos gabofsha saktë 10 deri në 12 ditë para shurjes. Me financa shumë keq. Po ka pas biznese që na kanë dalë në atë kohë në kara. Të s'po du me harru edhe shtyllën e klubit Lepencit, dhe që me thonë bashkë në kohën ma të vështirën ku kemi pas nevojë. S'po du me harru edhe donatorin ma të fortin që kemi pas Astrid Sokolin. Që ku flitet për ta, dorën zemër mu trupim dërjedhës në kohën ma të vështirën kur kemi morë, na ka dalë ndihmë. Po du me falemderu edhe në kryetarin tonë të klubit, Trimor Dushkojan, me një pizzeri të vogël, ka arrit dikun për 1 vjet e gjysmë, gati 2 vjet më na hek drekat. Tu e di që para çdo loje ekipi domethënë duhet më ushqy se për ndryshe s'mundesh me lojë lojë futbolli dikun 90 minuta është problem. Që për një biznes të vogël sa ajo është një ndihmë shumë e madhe. Domethënë më thon realisht shtyllat e klubit në momentet më të këqija kur ne janë kon këto dy. Kështu që i falenderoj përzemërsisht. E jap ktheshin për mira qysh edhe jam t'jap kthy po menoj. Respekt. Po kjo është më e mirë definitivisht. Po janë shembull. Ka ideja me angazhua Astrid Fazliu? Po në momentin që përfundoi sezoni, veç fillum me Januzin, angazhimin ton. Pavarësisht që në zonën gjithë, hajde e pina një kafe, olë që të shkruaj në Viber. Kena fillu mbas pare me trenerat Kaçanikas, që njën, i kena lut, i kena ofru, po kam pas angazhime tjera ose arsye tjera sepse nuk ka ndosh më angazhu. Qëllimi jon jemi dhe Januzit, edhe pse të paprovum me futboll, me udhëheqje, u diket që një trener i mirë qatë në rrugë, ose dikush me përvoj. Januzi ka rënë kontakt me trenerin Astrid,
cilën e falenderoj për kontributin. Padyshim që ai ka ndiku në ardhen e disa përforcimeve. Su tash edhe futbollistat po interesohen se kush është trener. Sakt. Po liga e dytë definitivisht ka qenë shumë e keqe për neve, po tham. Arsyeja që kena shumë lojtarë të Kaçanikut që luajnë ligë të parë, Super League, po nuk kanë desht me degradu në ligë dytë. Tash publikisht i ftoj të gjithë ata me u bashkangjit klubit futbollit Lepence edhe me dhonë më të mirën e tyre në klubin e tyre. Edhe shkurt janë në fund krejt, a ka me qëndru astriti dhe ka me pas përforcime. Pas jemi këtë fund. Një pyetje shumë e mirë, shumë e vend, tu e di që tash kampionati do përfundoj. Do më thonë na jemi të përgatitur tash për festën që kemi ditën e diel. Ne kemi edhe lojën e fundit kampionale me klubin e futbollit Shqiponia nga Prishtina. Edhe pas asaj loje, momente që ta kryjm, ka më qenë fest ka xhamo edhe kështu që të ftoj edhe tash zyrtarisht me qenë atë se ka më qenë një organizim i papar. Tu e di se Kaçaniku është pik e dopt e çdo Kaçanikosi. Unë besoj që ka më qenë fest shumë e madhe. I shkon mungesë shumë e madhe nëse si aty. Po ta tham qysh tash. Edhe duhet më kthy me trenerin Astrid me diskutu për punën e marrëveshjes për ligën e parë. Shpresojmë që do të arrijmë një marrëveshje. Përforcime ka me pas. Ka me pas edhe lojtarë që realisht kemi milshu, ka lojtarë shumë që edhe kemi menal, po edhe përforcime dykën. Unë e po menoj 5-6 përforcime të mira kemi mi pas, edhe me kriju një ekip të fort me garu ligë parë. Tash për synime s'po flas. Jo, është herë. Që thot një fjalë popullit tu po tu bon. Po, sakt. Edhe shpresoj që kemi mi pas rezultate të mira. Unë ju falenderoj të dyve për rrugën që keni marrë me ardhë këtu edhe me tregu rrëfimin e juve të jashtëzakonshëm për 2 vjet me inkuadru, pas 13 vjetësh në realitet me inkuadru ekipin në ligën e parë. Ju falenderoj shumë për prezencën e juaj këtu. Faleminderit shumë. Edhe s'deshta edhe një dhurat. Po. E ka Jenuzi aty ofër. Dhurat. E kena bën jetë për ty. Faleminderit shumë. Është një fanellë e futbollit, klubit futbollit Lepence. Në kohën kur Lepence ka garuar Super League, fanella me numër 4 e futbollistit Burhan Dema, po ka qenë një rekuizitë një futbollistit ton që po jep shumë për klubin ton. Ishte mirë më për me në emrin e Ndrit Matluma, e falenderoj shumë. Është dhurat prej ti. Faleminderit shumë, ka shumë vlerë për mua. Ju falenderoj që të dyve. Faleminderit shumë.